Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, sot me datën 13/05/2026 merr dhe publikisht shpall këtë gjykim të pandehurit Bear Halili dhe Shpëtim Tahire, janë fajtor për shkak të veprës penale sulmi ndaj personit zyrtar nga neni 402 paragrafi 3 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Po ashtu janë fajtorë dhe për veprën penale, asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 paragrafin e lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Ashtu që gjykata të njëjtit të gjykon përkatësisht të pandehurin Bear Halili për veprën penale nga dispozitivi i parë i këtij gjykimi, dënim me burgim në kohë gjatë prej 4 viteve, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 dite nga dita plotësueshmërisë së këtij gjykimi. Po ashtu për veprën penale nën dispozitivin 2 i shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej 3.000 eurove, i cili dënim do të ekzekutohet dhe është i obliguar që të paguajë në afat prej 15 dite nga dita plotësueshmërisë së këtij gjykimi. I akuzuari Shpëtim Tahire për veprën penale nga dispozitivi i parë i këtij gjykimi, i shqiptohet dënim me burgim në kohë gjatë prej 2 vite e 6 muajve, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 dite nga dita plotësueshmërisë së këtij gjykimi, ndërsa për veprën penale nga dispozitivi 2 i këtij gjykimi, dënim me gjobë në shumë prej 2.000 eurove, të cilin dënim është i obliguar ta paguajë në afat prej 15 dite nga dita e plotësueshmërisë së këtij gjykimi. Nëse të pandehurit nuk dëshirojnë ose nuk munden që ta paguajnë gjobën e shqiptuar, gjykata të njëjtën gjobë mund ta zavendësoj në dënim me burgim duke ju llogaritur 20 euro për çdo ditë të një dite burgimi. Dënimi me burgim nuk mund të kalojë më tepër se 3 vjet zëvendësimi i dënimit me gjobë në burg. Po ashtu ku e kaluar në masën e paraburgimit ju llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim. Obligohen që të njëjtit secili veç e veç të paguajnë në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 150 euro dhe 50 euro në emër të kompenzimit të viktimave të krimit, të gjitha këto në afat prej 15 dite nga dita plotësueshmërisë së këtij gjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. I dëmtuari Nexhat Fazliu udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike. Ndaj të akuzuarit Mentor Beqiri, gjykata konforme 362 paragrafi 1 në paragraf 1.1 të KPRK-s nxjerr këtë gjykim, refuzohet akuza për shkak të veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, pas që prokurori i shtetit me parashtresën e datës 29/07/2021 është tërhequr nga akuza. Konforme 363 paragrafin në paragraf 1.3 Kodit Procedurës Penale, lirohet nga akuza për shkak të veprës penale shtytja në vrasje të rënd nga neni 173 paragrafin në paragraf 1.9 lidhur me nenin 28, 31 dhe 32 të KPRK-s, pasi që nuk është provuar se ka kryer veprën penale për cilën është akuzuar. Shpenzimet e procedurës lidhur me këtë pjesë të gjykimit bien barë mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. Po ashtu gjykata ju informon që në afat prej 30 dite nga dita e pranimit të gjykimit keni të drejtë ankese drejtuar gjykatës së apelit nëpërmjet kësaj gjykate. Ditën e mirë.